Njeriu i cili edhe në vështirësi më të madhe nuk e humb shpresën tek Allahu i lartësuar. Njeriu i cili edhe në atë ngushticën më të madhe që përjeton, nuk e harron të madhin Zot. Vazhdimisht e shikon që e përmend Allahun, e do Allahun, edhe pse ai është në një sprovë, është në një vështirësi. Njerëz të tillë janë me të vërtetë veçantë. Zemra e tyre me të vërtetë është e mbushur me dashuri ndaj të madhit Zot. Të tillë ishin profetët e Allahut lartësuar. Ata aty në heshtje, edhe pse ishin në vujtje të madhe, imagjinoje Ejubi alayhis salam. Aty me Zotin e gjithësisë ja shprehte nevojën. Ja shprehte Allahut të lartësuar, duke treguar shembullin më të mirë të durimtarit. Njerëzit me të vërtetë sprovohen sipas besimit të tyre. Për shembull, ata që janë sprovuar më së shumti janë pejgamberët e Zotit. Më pas, njerëzit pas tyre e kështu me radhë, pra sipas besimit të tyre. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam. Prandaj o ti i sprovuar, o ti që t'janë ngushtuar rrugët, o ti që je në vështirësi të madhe, asnjëherë mos e humb shpresën tek Allahu i lartësuar. Vazhdimisht lutë të madhin Zot. Vazhdimisht përgjërohu tek Allahu i lartësuar. Dhe mos harro se durimtarët, ata që bëjnë durim, e kanë shpërblimin e tyre pa hesab. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtetë durimtarët do ta marrin shpërblimin e tyre pa hesab. E Zoti i gjithësisë kur shpërblen, mahnit. Allahu na dhon durim. Allahu na lehtësoft çdo vështirësi. Amin.